Për të diskutuar dinamikat më të fundit të Big Brother, kemi të ftuar në një lidhje me Skype ish banorin e Big Brother Elton Toze. Elton, shumë faleminderit për kohën. Mirëmbrëma dhe ju përshëndes nga kompleksi Lira në Vlorë. Faleminderit shumë dhe për reklamën, kështu që Shpërblet unë. Shumë mirë bëre. Elton, si e ke parë Big Brotherin këto ditët e fundit? Shiko, unë e kam edhe pak si detyrë, Top Albania Radio, Top News, që nga njëra anë edhe jam pak i detyruar që ta ndjek. Ideja është që ka një, le të themi rreth 10 ditë që nga 24 orë që unë e ndiqja, me ato pauzat e gjumit, ka kaluar në 2 deri në 3 orë gjatë ditës. Nuk më tërheq as pak ajo që ka ndodhur deri tani. E kam shkruar, e kam postuar edhe diçka në rrjetet e mia sociale, kur kam deklaruar që nga një emision që na dhuron spektakël është kthyer në një thertore emocionesh. Kam përshtypjen që produksioni vet do të fillojë të vëri një çikdorë të vendosi pak rregull, sepse normalizimi i të tëra gjendjeve që kanë pasur brenda shtuese Big Brother ka sjellë këtë që ka sjellë tani. Kemi një ish banore tashmë, sepse Egli e ka lënë shtëpinë, e cila është një gjendje goxha të rënduar psikologjike për shkak të favorizimit të X apo Y banorit që ka pasur brenda. Kur thoni favorizim, për çfarë keni fjalën? Shiko, aty siç ndodh dhe rëndom në çdo Big Brother tjetër, ky Big Brother ka qenë pak më ashiqar, le ta themi në gjuhën popullore, favorizimi. Ke banor që favorizohen haptas nga opinionistët, ke banor që nuk i përmendet asnjë gjë gjatë prajmeve, për të gjitha dinamikat e tyre që kanë, të mira apo të këqija. Ke banor që sulmohen, siç është rasti për shembull që ka përshtypjen që rasti më flagrant nuk ka ndodhur kurrë. Ka qenë Big Brother kur ka qenë Jacqueline, opinioniste që sulmonte Luizin, po si sulmon Neda për shembull Rozanën, kam përshtypjen është vetëm rast unikal në tërë botën. Dhe nuk e Big Brother në botë që një opinionist në vend që t'japi opinione, sulmon dhe targeton një lojtar të caktuar për inatet personale të mbartura nga jashtë. Mendoni se është gjë kështu personale? Unë kam të jetuar, Rozana është mikesha ime më e mirë, unë kam jetuar 8 vite në atë njëjtën shtëpi bashkë me Rozanën. Periudha kur Neda ka qenë në Big Brother, ka qenë periudha që unë rria me Rozin. Dhe unë e di shumë mirë komentet që unë edhe Rozi kemi pas bërë atëherë, dhe festa që ne kemi bërë kur ka dalë Neda nga shtëpia. Dhe mos flasim edhe për gjëra të tjera, për shembull kur Neda ka pasur edhe disa mesazhe që i ka shkëmbyer me ne, të tipit ju vitur, etj, po pak rëndësi ka këto, se këto janë gjëra personale, dhe është shumë e qartë që në momentin ditën e fundit, kur Rozana ka marrë vendimin, ka qenë fiks një ditë përpara, se Rozana e ka vendosur të hyjë në Big Brother ditën e fundit. Deri ditën e premte, nuk e ka pas të vendosur do të hynte apo jo. Dhe ditën e premte në darkë, kur ne e kemi diskutuar, Rozana ka marrë vendimin për të hyrë brenda shtëpisë së Big Brother, dhe ajo që kemi diskutuar është Bobo Neda, sepse e dim shumë mirë se si do reagonte Neda. Sado që Neda mundohet të fshihet pas gishtit, po elefanti në frigorifer është shumë e vështirë që të futet. Elton, si po e shikon, ose nëse e ke parë kot, domethënë orët e fundit me largimin e Gjestit, largimin e Eglit, si ju duket të sjellja e Gjestit? Pra loja, i ka ikur një krah shumë i fortë Gjestit? Shiko, Gjesti aty ka hyrë vetëm edhe si lojtar ka luajtur vetëm, madje edhe me Eglin Gjesti ka luajtur. Nëse Egli ka dalë nga ajo shtëpi me atë gjendje psikologjike të rënduar, emocionale, nuk ka dalë se ka qenë krahu i Gjestit dhe është sulmuar nga banorët e tjerë. Egli ka dalë nga ajo shtëpi, ja të ta mbaroj. Egli ka dalë nga ajo shtëpi e sulmuar nga Gjesti. Pikërisht pra, ka pasur një krah kur Gjesti mbështetet për të bërë mund të shfryhej. Mund të shfryhej. Pak ashtu që ishte në një moment që bënte lojën, e luante, e largonte, afronte, thoshte është e dashura ime, pastaj vinte një moment që bënte. Kjo ka vetëm 4 ditë që ka ndodhur, Kjo e të dashurës time. Dhe kam përshtypjen ajo e të dashurës time është një gjë që është më tepër ka qenë
frustrim ose shtytje nga produksioni që ai ta pranonte, se Gjesti asnjëherë nuk e ka pranuar që Egli ka qenë e dashura e tij dhe nuk ka përqenë kurrë e dashura e tij. Thjesht do të jenë shok dhe kur dalin jashtë, pastaj do flasin për gjëra të tjera, por për sa i përket lojës brenda, kur nuk e ka pranuar faktin që ka qenë e dashura e tij. Vetëm atë ditë kur është detyruar për ta, siç u detyrua se kë banor do fuste brenda, sepse gjatë drekës tha që nuk do të fuste as Jozin as Çibanin, dhe në darkë çuditërisht pastaj prap ndroi mendje. Sigurisht që një ngjarje që ishte për të theksuar ishte hedhja e Gjestit nga muri. A mendoni që Gjesti është një banor kaq i rëndësishëm sa i duhet patjetër produksionit? Përpara se të hynte Gjesti në shtëpi, ajo shtëpi kishte jashtëzakonisht shumë dinamika. Nuk është se u prit ardhja e Gjestit për të pasur dinamika. Gjesti është fenomen, këtë nuk e mohojmë dot. Është fenomen në llojin e tij. Vjen shumë keq kur e krahasojnë me Luiz Ellin, sepse nuk kanë asnjë lidhje njëri me tjetrin. Janë vite drejt larg. Luiz Elli është jashtëzakonisht shumë larg. Gjesti është akoma tek 4-0. Është fenomen në llojin e tij për sa i përket këtij Big Brotheri, siç çdo Big Brother ka një fenomen të vetin, por që jo domosdoshmërisht fenomeni është fitues. Edhe nga muri pastaj është për mua më duk, shiko, unë kam përshtypjen e duke folur këtu për njerëz narcisist. Njerëzit narcisist duan vëmendje gjatë gjithë kohës. Për sa kohë ai nuk e kishte vëmendjen, sa jo i hedhin nga muri, sikur do shpëtonte nga Egli e dashura e tij. Dhe sa jo i hedhin nga muri. Të njëjtën nga gjë se unë Gjestin e kam ndjekur edhe në Big Brother VIP Kosova, pasi asë kohë isha në Plan Kosova ku merresha me komentimin e Big Brotherit. Dhe e kam qenë i detyruar deri diku që ta ndjek lojën e tij, dhe është fiks po një ta lojë, vetëm se këtë herë nuk ishte një xhenet që ti binte kokës Gjestit, po u gjet një Egli për të rënë Gjesti kokës asaj. Është pothuajse po e njëjta gjë. Me ikjen e Eglit, a është liruar një vend në finale? Shikoj Egli në finale? Shiko, unë në finale kam parë që në fillim Laertin, Rozanën, Gertën, shikoja Xhibanin, po në vend Xhibanit quaj Danjën, edhe Gjestin. Ju tha që e kam mikesh Rozanën, po kjo nuk besoj të pengon që t'japësh një mendim. Jo, absolutisht. Të sinqert, në pyetjen që do të bëj unë që mes... Për të gjë jemi të qartë, madje unë kam bërë qartë edhe Rozit, kur ka hyrë që në opinione do të jenë, pavarësisht se tifozliku do jetë për ty në të tjera anë, po përsa i përket opinioneve, unë kam të detyruar të jemi qartë edhe një pasme. Mes Rozanës dhe Gertës, kë shikon? Absolutisht Rozanën do zgjidhja fituese. Gerta për mua është një kopje shumë e shëmtuar e Olta Gixharit. Dhe kam thënë që javën e parë të Big Brother VIP 4. Mendon që Gerta nuk luan, nuk po bën loje, nuk ka reagime, jo, jo. Në raport gjithmonë me Rozanën. Do të thënë, për sa kohë unë Gertën e citoj finalistin, do thotë që po luan dhe është një lojtar goxha e fortë. Se finalist është ai që është i fortë. Por Gerta deri tani nuk po luan. Gerta gdhiet dhe ngryshën duke mbajtur Rozanën në gojë. Gjatë gjithë kohës flet për Rozanën. Dhe atëherë kur nuk është Rozana në shtëpi, Gerta thotë këtë gjë e ka bërë Rozana. Dhe atëherë kur nuk është Rozana vërdall, Gerta për një erë që fryn, për një shish që bie, thotë këtë e ka bërë Rozana. Dhe në rastet kur Rozana e ka dalë në mbrojtje Gertës, prap Gerta ka qenë ajo që ka thënë ti i ke shtyr këta. Domethënë, Gerta për momentin mua më duket si është një komentuese.